Është ka përupsin dhe në fakt do duhet të ishte një dedikim i sinqert e me plot dashuri për atë që është një përvetor unik jashtëzakonshëm 100 vjet të shtetit shqiptar, por do të shohim në vazhdim se si televizioni Klan në Shqipëri që për krah hapur qeverinë e kryeministrit Sali Berisha dhe mërshmicën e reklamave qeveritare është mjaftuar duke vjedhur një spot publicitar nga India për të bërë urimin e vet për 100 vjetorin e pavarësisë. Con los terroristas. They do the Harlem Shake. Në përgjigje që i ka dhënë zoti Hyseni, i cili gjithsesi ka ngacmuar gjatë gjithë kohës për procesin e njojeve të Kosovës. Do të shohim vetëm disa prej momenteve të përplasjeve të tyre. Con los terroristas. Është ka përupsin të nderuar shkues dhe këto janë që kemi bërë ne gjatë këtyre ditëve. Terrorista. They do the Harlem Shake.